Bujshit dhe blegtorët që kanë punuar në ndërmarrjet bujqësore apo kooperativa deri në vitin 1992 do të kenë mundësinë të përfitojnë PES mbi bazën e viteve të punës të njohura zyrtare. Këshilli i Ministrave miratoi listën zyrtare të ish ndërmarrjeve bujqësore dhe kooperativave të ndara sipas vitit të krijimit dhe teritorit të ushtrimit të aktivitetit për qëllimin e njohjes së periudhave të sigurimit në sistemin e pensioneve. Vendimi synon të lehtësojë procesin e verifikimit të viteve të punës për ish punojësit e sektorit bujqësor, të cilët kanë kontribuar ndër vite në ndërmarrjet shtetërore dhe kooperativat që dikur ishin shtylla të zhvillimit rural në vend. Ministra e Bujqësisë dhe Zhvillimit Rural Anila Denaj theksoi se ky vendim do t'i hap rrugë përfitimit të pensionit për shumë qytetarë që kanë punuar në punë të lodhshme dhe të domosdoshme për ekonominë e kohës, mbjellje, korje, vaditje, përpunim dhe mirëmbajtje të tokave bujqësore. Ligji sjell njërisi në mënyrën e vërtetimit të viteve të sigurimit duke eliminuar pengesat e shumta të shkaktuara nga mungesa e dokumentacionit dhe shmangur procedurat e shtrenjta dhe të gjata gjyqësore me të cilën qytetarët janë përballur deri tani. Kjo do të thotë që shumë prej tyre të cilët nuk kishin mundur të përmbushnin periudhën minimale të sigurimeve për të përfituar pension, tashmë do të kenë një mundësi reale për të arritur këtë të drejtë. Ministria e Bujqësisë dhe Zhvillimit Rural nënvizoi se ky vendim është pjesë e një strategjie më të gjerë, Bujqësia 2030, që synon një bujqësi të qëndrueshme dhe gjithëpërfshirëse, ku çdo punëtor i fshatit të ndihet i vlerësuar dhe i përfshirë në sistemin e mbrojtjes sociale. Një hap domethënës për të rikthyer dinjitetin dhe të drejtat e merituara për ata që për vite me radhë kanë punuar tokën e këtij vendi, u shpreh Denaj.